Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës kur zemrat lodhen, mëshira e Allahut është streha e tyre. Në jetën e njeriu të vinë momente të vështira ku shpirti rëndohet, mendja lodhet dhe zemra duket sikur humbet dritën e saj. Është një gjendje që nuk përshkruhet dot dhe nuk shpjegohet lehtë me fjalë, por që çdo gjë që ka provuar njeriu, pra mbetet tek ai. Një zvarsti e brendshme, një heshtje e thellë që nuk mbushet as me fjalë, as me njerëz dhe as me botën përreth. Pikërisht, në këto çaste, feja e pastër islame nuk e lë njeriu vetëm, por i hap një derë të madhe, dhe ajo është dera e mëshirës së Zotit të gjithësisë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, o robërit e mi, që e keni tepruar ndaj vetes suaj, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet, ai është falës i madh dhe mëshiruesi. Ajeti 53 i surës Zumar. Ky ajet është një përqafim hynor për zemrën e thyer. Ai nuk i drejtohet vetëm të devotshmëve, por i drejtohet njëkohësisht dhe atyre që kanë gabuar, që janë rrëzuar dhe që ndihen larg nga Allahu. Ky ajet është një thirrje që ringjall shpresën dhe rikthen njeriu tek burimi i qetësisë së vërtet. Njeriu shpesh kërkon qetësinë nga gjërat kalimtare, në pasuri, në njerëz, në sukses e në lavdi. Por të gjitha këto janë si hije që zhduken me kalimin e kohës. Ndërsa qetësia që vjen nga ana e Allahut xhaleshanhu është qetësi e përhershme, sepse ajo buron nga lidhja e krijesës me krijuesin, nga lidhja e njeriut me Zotin e gjithësisë përmes zemrës. Kur zemra lidhet me Allahun, ajo gjen atë që nuk mund ta jap askush tjetër në këtë botë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: ai që e kërkon qetësinë te krijesat nuk do ta gjej kurrë, dhe ai që e kërkon këtë qetësi te krijuesi do ta gjej atë përgjithmonë. Kjo është një vërtet e cila është vërtetuar dhe nga hadithet e tjera dhe nga literaturat e fesë së pastër islame. Sa herë që njeriu largohet nga Allahu, ai ndjen një boshllëk në brendin e tij, edhe nëse ka gjithçka që mund të ketë në këtë botë. Dhe sa herë që ai kthehet tek Allahu, edhe nëse nuk ka asgjë, ai ndjen një pasuri të brendshme që nuk krahasohet me asgjë tjetër. Një nga mënyrat më të bukura të nderuar dëgjues dhe shikues për të kthyer tek Allahu, të gjithë e dimë që është lutja, duaja e sinqertë dhe njëjti dhe përkushtimi tek Zoti i gjithësisë. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, të zgjedhura apo të mirë formuara për t'u drejtuar Zotit të gjithësisë. Mjafton një zemër e thyer, një pendim i sinqert dhe një drejtim i sinqert drejt qiellit, ngremduar dhe i lutemi Allahut, dhe Allahu nuk shikon formën e fjalive ose të lutjes tonë, por sheh gjendjen e zemrës dhe mënyrën se si ne shkojmë tek Zoti i gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: duaja është arma e besimtarit dhe shtylla e fesë. Kur njeriu lutet, ai nuk është më i vetëm. Ai është në një lidhje të drejtë për drejtë me Zotin e tij, ai Zot që e dëgjon dhe e kupton edhe nëse njeriu nuk flet shumë. Edhe heshtja e zemrës, të nderuar dëgjues dhe shikues, është një lutje që përsëri Allahu xhaleshanhu e don nga robërit e tij. Ndonjëherë njeriu mendon se Allahu është larg, sepse nuk i plotson menjëherë dëshirat që mund të ketë njeriu. Por në këto momente, Allahu është më afër se çdo gjë tjetër me këtë person, sepse Allahu thot: ne jemi më afër ti se damari i qafës së tij. Ajeti 16 i surës Kaf, dhe kjo afërsi nuk është afërsi fizike, por është një afërsi shpirtërore që tregon se Allahu është pranë çdo njeriu që mendon, pranë çdo dhimbjeje, pranë çdo loti që bin nga sytë e njeriut. Dhe ndonjëherë, ajo që duket si vonesë në përgjigje të lutjes son,
është fakte një mëshire së fshehur nga ana e Allahut, sepse Allahu në ato momente zgjedh që këtë njeri ta ketë më afër vetes së tij se ato të tjerët që ja ka plotësuar, sepse kërkon më së shumti që ky njeriu t'i afrohet më shumë Allahut, që ta dëgjojë dhe zërin e tij më së shumti. Këtë e ka vërtetuar dhe Imam Jafar Sadiq paqja qoftë mbi të, kur ka thënë: kur Allahu e don një rob të tij, ai e sprovon ata, dhe kur njeriu lutet, ai ja vonon përgjigjen për t'ia dëgjuar dhe më shumë zërin e robit të vet. Sa e bukur është kjo ide që Allahu dëshiron të dëgjojë zërin e robit të tij. Kjo do të thotë se edhe dhimbja ka një kuptim në fenë e pastër islame, edhe pritja ka një urtësi, dhe lotët që rrjedhin nga sytë e njeriu të dëshpëruar kanë vlerë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Në momentet e vështira njeriu duhet të kujtojë se kjo botë është një botë kalimtare, pra sot jemi, nesër nuk jemi, as dhimbja nuk është e përhershme, por njëkohësisht as edhe gëzimi. Gjithçka është një sprovë dhe provë për njeriu, dhe çdo provë që kalon është një mundësi për të afruar më shumë me Zotin e gjithësisë. Allahu thot në Kur'anin e Shenjtë: vërtet, me vështirësinë vjen lehtësimi. Ajeti 6 i surës Inshirah, kjo do të thotë se Allahu nuk ka thënë pas vështirësisë, por thot me vështirësinë vjen lehtësimi, pra edhe aty ku ka errësirë, me dojmos do të ketë të dritë. Ajo që e shpëton njeriu nuk është forca e tij në këtë botë, por është lidhja e tij që mban me Zotin e gjithësisë, dhe mëshira e Allahu xhaleshanhu është streha e zemrës së lodhur në këtë dynja. Prandaj nëse zemra jote është e lodhur sot, mos u dëshpëro, sepse Allahu kërkon prej teje të kthehesh tek ai, qoftë edhe me një hap të vogël, sepse siç thot Allahu xhaleshanhu në një hadith kutsise: nëse robi im më afrohet me një pëllëmb, unë i afrohem atij me një krah, dhe nëse ai vjen drejt meje duke ecur, unë i afrohem atij duke vrapuar. Dhe kjo është mëshira e Allahut xhaleshanhu, një derë që kurrësi nuk mbyllet, një dritë që kurrësi nuk shuhet, dhe një streh ku çdo zemër e lodhur mund të gjej paqen që ajo kërkon. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.